Kjo është një përgjigje një personi që absolutisht nuk e kupton se si funksionojnë ciklet në kripto. Dhe unë po t'i shpjegoj pse. Siç e shikoni në këtë chart, kriptoja funksionon me cikle. Ka ciklin e vet kur rritet lart dhe gjithashtu ciklin kur ulet. Cikli kur rritet, cikli kur ulet. Dhe kjo ka ndodhur në të gjitha ciklat e ekzistencës të Bitcoinit. Tani, shumica e njerëzve që humbin shumë para është sepse janë duke bler këtu. Janë duke bler se janë duke dëgjuar hallën, djalin e hallës, gjithë lajmet që janë duke folur për kripto, dhe momentin kur ata kanë bler në hype-in shumë të lartë, momentin kur cikli tërhiqet, ata shesin dhe thon këshur se si e humba gjithë pasurinë dhe kjo nuk funksionon, është mashtrim. Mirë po, nëse ti kupton këtë ciklin, që është një cikël 4 vjeçar, ti mundet të bësh sa më shumë para që nuk e ke bërë asnjëherë gjithë jetën tënde. Dhe në trajnimi im ti mëson pikërisht këtë gjë, kur të blesh, kur të dalësh, çfarë janë ciklet, si të studiosh, si të marrësh vendime më të zgjuara që mos humbësh shumë para, sepse mua pasuria nuk më përgjysmua, në fakt unë shita kur ishte koha për të shitur dhe tani jam duke pritur që Bitcoin të bjerë akoma më shumë, që ta blej përsëri shumën time, por kësaj radhe ble më shumë Bitcoin. Pra nëse ti di kur të blesh dhe kur të shesësh, kjo është qëllimi kryesor se si ti do bësh para.